Përshëndetje të gjithëve. Sot po rikthehemi me një recetë tjetër shumë të shijshme, një recetë e re për të përgatitur sutliash. Sutliash me krem hopla ose krem pana. Recetë që ja vlen ta provoni të gjithë ju. Pasi që e provova për vete dhe vërtet kishte shije shumë, unë mendova që këtë recetë ta ndaj me të gjithë ju. Vërtet bëhet shumë e shijshme. Nëse ju do ta provoni, besoj që do të mbeteni shumë të kënaqur me këtë recetë. Le të fillojmë. Së pari në tenxhere do të hedhim një gotë me oriz. Orizin paraprakesh e kam lar edhe e kam lanë me u tha mirë. Pastaj këtu do të hedhim 400 ml ujë. Orizin do ta vendosim në zjarr që ta zijejmë së bashku me ujin. Parafërsisht do ta zijej për 5 minuta derisa orizi të filloj pak ta thith pra ujin. Siç mund ta vëreni, ngadal orizi ka filluar të zihet. Pastaj do të shtojmë këtu 1 litër me qumsht. Pas 5-6 minutave do ja hedhim pra qumshtin. Do ta përzijejmë mirë me lugë e pastaj do të shtojmë edhe kremin hopla ose kremin pana. Pra është krem për të përgatitur ëmbëlsira. Çfarë do lloj kremi që ju e keni në shtëpi. Gjithsej këtu për këtë masë unë do të hedh 200 ml krem hopla ose pana. Pra 200 ml ose 250 ml mund të shtoni lirisht për këtë përbërës dhe këtë masë. Një gotë pra që i ka 200 ml ose 250 ml. Do ta përzijeni mirë me lugë. Pastaj këtu do të hedhim sheqerin. Unë për këtë recetë do të hedh 8 lugë të gjellës me sheqer, por ju sheqerin do ja hedhni sipas shijes tuaj, duke e provuar pra se sa e dëshironi të ëmbël ose jo. Unë ja hodha 8 lugë të gjellës sheqer, edhe tash do ta laj që sutliashi të zihet mirë, pra kështu ngadal, edhe kohë pas kohe normal që duhet ta përzim që mos na ngjitet. Unë do ta la pra të vloj edhe për disa minuta të tjera derisa të trashet lëngu. Por si duhet të duket lëngu dhe sa i trash, do ta shohim në vazhdim. E lëm pra të zihet. Pasi sutliashi është zier dhe kemi gati, pra kështu duhet të duket sutliashi. Edhe lëngu është trash, pra nuk është i holl, por edhe nuk është shumë i trash. Sepse kur do të ftohet sutliashi, do ta shikoni që lëngu do të trashet vet. Pra lëngu është trash mjaftueshëm, edhe do e servojmë. Pasi ti mbushim të gjithë këto pjatat e vogla, atëherë ne do e lajmë që të ftohet së pari në temperaturë dhome. Pra, siç po e vëreni, këtu i kemi mbushur të gjitha edhe shikoni me njëherë fillon pra të trashet. Pastaj sutliashin unë e kam lanë në frigorifer dhe pasi që është ftohur mirë, siç po e shikoni sutliashin mbi pra kjo shtresa është e rrudhur, sepse kjo tregon që sutliashi është shumë i mirë. Kjo është arsyeja që tregon se sutliashi është ashtu siç duhet të jetë, pra kur do t'ju rrudhoset kështu mbi. Siç po e shikoni edhe ju këtu, sutliashi është vërtet shumë i mirë, edhe lëngu është trashur mjaftueshëm, pra nuk keni nevojë t'i hedhni përbërës tjerë. Kjo ishte receta. Shpresoj që të gjithë ju do e përgatesni. Me receta të tjera shihemi me videot e tjera. Mirëmbëjtje.